Surja e Nahl. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Erdhi, është afruar urdhri i Allahut, Kiameti. Pra mos e kërkoni ngutjen e tij. I pastër nga çdo mangësi dhe i lartësuar është ai në krahasim me ata, idhujt që ata i shoqërojnë. Me urdhrin e tij ai zbret melekët me shpallje, atij që ai dëshiron nga robët e vet, duke u thënë: "Tua tërhiqni vërejtjen se nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç meje, pra të më ruheni." Ai i krijoi qiejt e tokën me një urtësi të madhe. I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ata, idhujtarët, i shoqërojnë. Ai e krijoi njeriun prej një pike, fare, dhe ja, ai, njeriu, kthehet në një kundërshtar të hapur. Edhe kafshët ai i krijoi për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni mjete për ngrohje dhe dobi të tjera, dhe prej tyre ushqeheni. Ju shihni pamje të bukura kur i ktheni ato në mbrëmje nga kullota dhe kur i lëshoni në mëngjes për në kullot. Ato bartin ngarkesat tuaja të rënda në vende të largëta ku ju do të arrini me shumë vështirësi. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe mëshirëplot. Edhe kuajt, mushkat dhe gomarët i krijoi që t'i përdorni si kafshë transporti dhe si zbukurim. Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Udhëzimi për në rrugën e drejtë është në dorë të Allahut, por ka edhe rrugë devijuese nga e vërteta. Si kur të kishte dashur ai, do t'ju kishte udhëzuar që të gjithëve. Ai zbriti për ju ujë nga qielli. Prej tij keni për të pirë dhe prej tij ujitet bimësia, ku kullotni baktin. Me atë, shiun, mbijnë për të mirën tuaj të lashtat, ullinjt, urmët, vreshtat dhe nga të gjitha llojet e frutave. Në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që meditojnë. Ai nënshtroi për ju natën dhe ditën, diellin dhe hënën, edhe yjet janë nënshtruar me urdhrin e tij. Vërtet, në këto ka argumente për njerëzit që mendojnë. Edhe në ato, bakti, bim, pem, minerale e tjerë, që ai krijoi në tokë me ngjyra të ndryshme, ka fakte për njerëzit që kujtojnë mirësitë e Zotit. Është ai që e nënshtroi detin, që ju të hani prej gjallësave të tij, mish të freskët, e të nxirrni nga ai stoli të shumta që ju i mbani. Ju i shihni anijet si çajin lundrojnë nëpër të, që të kërkoni nga begatitë e tij dhe të jeni falënderues për Zotin. Dhe vuri në tokë male të forta, që ajo të mos lëkundet me ju, dhe bëri lume një rrugë që të mund të orientohen. Vuri edhe shenja të shumta për orientim ditën, dhe me anë e yjeve karvanet orientohen natën. Atëhere, a është një lloj ai që krijon si ai që nuk krijon? A nuk po kujtoni? Edhe nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu është falës i madh e mëshirëplot. Allahu di gjithçka që ju e fshihni dhe gjithçka që ju e shfaqni haptazi. Idhujt që ata adhurojnë veç Allahut nuk mund të krijojnë asgjë sepse edhe vetë ata janë të krijuar. Ata, idhujt, janë të vdekur, jo të gjallë dhe as që e dinë se kur do të ringjallen krijesat. Zoti juaj është një Zot i vetëm që meriton adhurimet. Ata që nuk besojnë në ahiret, i kanë zemra të mbushura me mohim dhe janë kryeneq. Nuk ka dyshim se Allahu di gjithçka që ata e fshejnë dhe gjithçka që e shfaqin haptazi. Ai nuk i do kryeneqët. Kur atyre, mohuesve u thuhet, çfarë ka shpallur Zoti juaj? Ata thonë, mitet popujve të hershëm.
Ata kanë për t'i bardhur të plota gjunahet e veta në ditën e gjykimit, e do të bartin edhe një pjesë të gjunaheve të atyre që i devijuan nga e vërteta pa kurfar diturie. Sa e keqe është ajo që do të bartin. Edhe ata që ishin para tyre thurën intriga të shumta kundër së vërtetës. Por Allahu e rënoi që në themelat të intrigë që ndërtuan dhe u ashëmbi mbi kokë kulmin e saj. Atyre u erdhi dënimi pa u ndjerë. Pastaj, në ditën e gjykimit, ai do t'i poshtrojë ata dhe do t'u thotë: ku janë ata që mi bënit shok mua dhe për hir të tyre luftonit kundër së vërtetës? Ata që u qedhën dituria do të thonë: vërtet, poshtrimi dhe e keqja i ka përfshirë sot jo besimtarët. Janë ata të cilëve melekët u marrin shpirtrat e mbushur plot pa drejtësi. Ata shprehin dorëzimin në momentin e vdekjes duke thënë: ne nuk bëm ndonjë të keqe. Por Allahu e di shumë mirë atë që e bët ju. Prandaj, hyni në dyert e xhehenemit ku do të jeni për jetë. Sa vend i keq është ai i kryenëçve. Kur atyre që ishin të devotshëm u thuhej: çfarë shpalli Zoti juaj? Ata thoshin: shpalli çdo të mirë. Ata që bën vepra të mira, edhe në këtë jetë kanë shpërblim të mirë, por shpërblimi i tyre në jetën tjetër është shumë më i mirë. Sa vend i mirë është ai i të devotshmëve. Ai, vendi mrekullueshëm, është në xhenetet e Adnit, ku ata do të hyjnë të lumtur e nëpër të cilët rrjedhin lumenj. Aty do të kenë gjithçka që dëshirojnë. Ja, kështu i shpërblen Allahu të devotshmit. Janë ata të cilëve melekët u marrin shpirtrat e mirë e të pastër duke u thënë: selamun aleikum. Hyni në xhenet për ato punë të mira që keni bërë. Mos vallë po presin ata idhujtarët diçka tjetër përveç se t'u vijnë melekët për t'u marrë shpirtin ose t'u vijë urdhri, dënimi i Zotit tënd? Kështu bën ata që ishin para tyre. Allahu nuk u bëri pa drejtësi atyre, por ishin ata që i bën pa drejtësi vetvetes. Ata i goditin dëshkimi për të këqijet që bën dhe i përfshiuaj dënimi i Zotit me të cilin tallesh. Ata që i bënin shok Zotit thanë: sikur të kishte dashur Allahu, as ne e as prindrit tan nuk do të adhuronin asgjë tjetër përveç tij dhe nuk do të bënin haram asgjë përveç ndalesave të tij. Kështu bënin edhe ata që ishin para tyre, por a mos kanë të dërguarit detyrë tjetër përveç kumtimit të qartë të shpalljes? Ne quam në çdo popull të dërguar që të thonë: adhuroni vetëm Allahun, e largojuni shejtanëve, adhurimit të tyre. Por pati nga ata që Allahu i udhëzoi dhe pati nga ata që merituan të mbeten në humbje. Pra, udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve. Edhe nëse ti o Muhammed përpiqesh për t'i vënë në rrugë të drejtë ata, dije se Allahu nuk e udhëzon atë që e ka humbur dhe për ata nuk ka asnjë ndihmëtar. Ata u betuan në Allahun, me betimin e tyre më të fortë se Allahu nuk ka për ta ringjallur atë që vdes. Përkundrazi, ringjallja është premtimi i tij i prerë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ai do t'i ringjallë ata për t'u bërë të qartë të vërtetën e asaj, për të cilën ranë në kundërshti dhe për ta ditur mirë jo besimtarët se ishin gënjeshtar. Kur ne dëshirojmë diçka, vetëm i themi: bëhu, e ajo me njëherë bëhet. Atyre që migruan për hir të Allahut, pasi ju bë pa drejtësi, kemi për t'u dhënë vendbanim të mirë në këtë jetë, por shpërblimi i jetës tjetër është edhe më i madh. Veç si kur ta dinin.
Janë ata që bën durim dhe vetëm Zotit të tyre ju mbështetën. Ne edhe para teje nuk dërguam veç se burra, të cilëve u dham shpallje. Pyesni pra dietarët nëse nuk dini. I patëm dërguar ata me argumente e me libra të shenjtë, ndërsa ty ta shpallëm Kuranin që t'ju shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre që ata të mendojnë në këtë shpallje. Mos vallë janë të sigurt ata që përgatitën kurthe se Allahu nuk du t'u ashëm tokën në këmbë e nuk du t'u vi dënimi andej nga nuk e mendojnë. Ose se nuk do t'i rëmbej ata me ndëshkimin e tij gjatë udhëtimeve të tyre e ata nuk do të mund t'i shpëtojnë. Ose se nuk do t'i rëmbej ata me ndëshkimin e tij dhe kur t'i jenë të mbushur me frikë. Por nuk ka dyshim se Zoti juaj është i butë e mëshirëplot. A nuk po shohin ata, mohuesit e Zotit, se çdo gjë që e krijoi Allahu e sjell hijen e vet djathtës dhe majtës, duke i bërë sejdë Allahut dhe duke qenë e përulur. Vetëm Allahut i bën sejdë çdo gjë që është në qiej e që është në tokë. Edhe melekët i bëjnë sejdë e ata nuk tregohen kryeneq. I friksohen Zotit të tyre, që është mbi ta dhe bëjnë gjithçka për të cilën urdhërohen. Allahu ka thënë: mos adhuroni dy zota, sepse ai është një Zot i vetëm që meriton adhurimin. Vetëm mua të më keni frikë. Vetëm e tij është gjithçka në qiej e në tokë, dhe vetëm atij i takon adhurimi. A mos po i friksoheni dikujt tjetër veç Allahut? Çdo të mirë që zotroni e keni prej Allahut. Edhe kur ju godet e keqja, ju vetëm tek ai e ngrini zërin me lutje. Pastaj kur ju alargon dënimin, shumë prej jush i përshkruen shok Zotit të tyre. Ja, kështu ata tregojnë mos mirënjohje për ato mirësitë shumta që ne u kemi dhënë. Shfrytëzojini ato për një kohë të shkurtër, se më vonë do ta kuptoni. Nga ajo me të cilën ne i furnizuam, ata ndajnë një pjesë për ata, idhujt që nuk kuptojnë asgjë. Pasha Allahun, ju do të merreni në përgjegjësi për atë që trillonit. Ata shpifin se Allahu ka si fëmijë vajzat, i pastër qoftë ai nga përshkrimet e tyre, ndërsa për veten e tyre zgjedhin çfarë u ka ënda, djemt. Kur ndonjëri prej tyre përgëzohet se i ka lindur vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet plot dëshpërim. Fshihet prej njerëzve për shkak të së keqes që ja njoftuan. Ata mbaj atë ashtu i turpëruar, apo ta mbuloj atë të gjallë në dhe. Sa i keq është gjykimi i tyre. Përshkrimi më i keq është për ata që nuk besojnë në jetën e përjetshme, ahiret, ndërsa Allahut i takon përshkrimi më i lartë. Ai është nga dhënjimtari, i urti. Sikur Allahut i dënonte njerëzit për shkak të padrejtësive të tyre, nuk do të lindte mbi tokë asnjë dgjallë. Por ai i lë ata për më vonë, deri në afatin e caktuar. Kur të vijë afati i tyre, ata as nuk mund ta përngandalsojnë e as ta përshpejtojnë atë. Ato, vajzat që i urrejnë për vete, ja veshin Allahut si fëmijë, dhe gjuhët e tyre mashtruese shpifin se ata do të kenë më të mirën, xhenetin. S'ka dyshim, ata i pret zjarri dhe në të do të mbeten të braktisur, të harruar. Betohem për Allahun. Ne dërguam para teje të dërguar ndër popuj të shumët, por shejtani u ahjeshoi veprat e tyre të këqija. Prandaj sot në ditën e Kiametit, ai është miku i tyre dhe ata të gjithë bashkë do të kenë një dënim të dhemshëm. Ne ta shpallëm Kuranin veçse që tu sqarosh atyre atë për të cilën u përçan dhe që të jetë udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë. Allahu zbret ujë prej qiellit dhe me të e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Në këtë fakt ka shenja të qarta për njerëzit që dëgjojnë e kuptojnë.
Edhe në baktit, ju keni shembuj të shumt për të menduar. Ne, nga ajo që prodhohet nga barqet e tyre me ushqimit të përtypur dhe gjakut, ju japim të pini qumësh të pastër e të shijshëm për ata që e pinë. Edhe nga frutët e hurmës dhe të rushit ju nxirrni pije, lëngje dhe ushqim të mirë. S'ka dyshim se edhe në këtë fakt ka shenja të qarta për njerëzit që mendojnë. Zoti yt e udhëzoi bletën që të ndërtojë koshere në përmale, në përdrur dhe në përndërtesa që ata, njerëzit, ngrenë. Ushqehu me të gjitha llojet e frutave dhe udhëto në për rrugët që Zoti yt i lehtësoi për ty. Nga barqet e tyre të bletëve del një lëng me ngjyra të ndryshme, në të cilin ka shërim për njerëzit. Edhe në këtë fakt ka shenja të qarta për njerëzit që mendojnë. Allahu ju krijon dhe pastaj ju merr shpirtin. Disa prej jush lihen të jetojnë deri në moshën më të vjetër, aq sa të mos dinë më asgjë nga ajo që kanë pasditur më parë. Allahu është i gjithë dituri, i gjithë pushtetshmi. Allahu i dalloi disa prej jush mbi disa të tjerë në pasuri, por ata që u dalluan mbi të tjerët në pasuri, kur nuk do të ndanin pasurinë me ata që i kanë në vete për qenë të gjithë barabartë. Atëherë, si i mohojnë mirësitë e Allahut? Allahu krijoi për ju bashkëshorte nga vetë lloji juaj, e prej bashkëshorteve tuaja, fëmijë nipa dhe ju dhuroi të mira. Apo besojnë të pavërtetën dhe të mirat e Allahut po i mohojnë? Ata, idhujtarët, adhurojnë përveç Allahut krijesa të cilat nuk janë në gjendje të sjellin as një risk, as nga qiejt, as nga toka dhe as që kanë mundësi. Mos i përshkruani Allahut shembuj. Allahu di gjithçka e ju nuk dini. Allahu sjell si shembull një sklav që është pronë dikujt tjetër dhe që nuk ka në dorë asgjë, dhe një tjetër të cilin ne kemi begatuar me një risk të mirë, e ai jep nga ai që i kemi dhënë fshehtas e haptas. A janë këta të dy të barabartë? Të gjitha lavdrimet i takojnë vetëm Allahut, por shumica e tyre nuk e dinë. Allahu sjell shembull edhe dy njerëz. Njëri prej atyre të dyve është me mec, që nuk ka aftësi për asgjë, as për vete, as për të tjerët. Ai është barë për kujdestarin e tij, e nga do që ta orientoj, ai nuk sjell ndonjë dobi. A është ai një lloj me atë që udhëzon për drejtësi dhe është në rrugën e drejtë? Vetëm Allahu i di fshehtësitë e qiejve dhe të tokës. Çështja e orës së Kiametit është sa hapen mbyllësyt ose edhe më shpejt. Allahu është i gjithfuqishëm për gjithçka. Allahu ju nxori nga barqet e nënave si foshnja dhe ju nuk dinit asgjë. Ai ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. A nuk i shohin ata shpendët fluturues në kupë të qiellit? Ata nuk i mban kush përveç Allahut. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. Allahu i bëri shtëpitë tuaja vend banim të qetë, dhe nga lkurët e kafshëve ju mundsoi të keni tenda që lehtësisht i bartni me vete gjatë udhëtimeve dhe kur qëndroni në vendin tuaj. Ndërsa nga leshi ose gëzofi i tyre ju bëni veshje që t'i shfrytëzoni për një kohë caktuar. Allahu ju bëri hije të freskëta nga ajo që ai krijoi për ju, dhe në përkodra ju gjeni vend strehime. Ai ju mundsoi të keni veshje që ju mbrojnë prej të nxehtit dhe veshje që ju mbrojnë në luftë. Kështu i plotëson Allahu të mirat e tij ndaj jush, në mënyrë që të dorëzoheni në besimin e vërtetë. Por, nëse ata të kthejnë shpinën, atëherë detyra jote është vetëse komunikimi i qartë i besimit të drejtë. Ata i njohin të mirat e Allahut, pastaj i mohojnë ato dhe shumica e tyre janë jo besimtarë. Atë ditë kur prej secilit popull do të sjellim dëshmitar, atyre që nuk besuan, nuk do t'u jepet leje për shfaqësim, e as nuk do të kërkohet prej tyre të arsyetohen. Kur keqbërësit të shohin dënimin, atëre
as nuk do t'u lehtësohet dhe as nuk do t'u jepet afat. Kur idhujtarët do t'i shohin idhujt e vet, do të thonë: O Zoti ynë, këta janë idhujt tanë të cilët ne i patëm adhuruar veç teje. Ata, idhujt, do t'u akthejnë fjalën e do t'u thonë: Ju jeni gënjeshtar. Atë ditë ata, idhujtarët, do t'i dorëzohen Allahut, edhe ajo që ata trillonin do t'i lërë në balë. Atyre që nuk besuan dhe penguan nga rruga e Allahut, do t'u shtojmë dënim mbi dënim për shkak se bënin shkatrime. Atë ditë, kur në secilin popull ne do të sjellim dëshmitar kundër tyre, edhe ty do të sjellim dëshmitar kundër këtyre popullit tënd. Ne ta shpallëm ty librin si sqarim për çdo gjë, si udhëzim me mëshirë dhe si përgëzim për muslimanët. Allahu urdhëron për drejtësi, për bamirësi e për ndihmë ndaj të afërmve dhe i ndalon imoralitetin, poshtërsinë dhe padrejtësinë. Ai ju këshillon që ju të kujtoni kumtet e tij. Zbatojeni premtimin që ja keni dhënë Allahut, e mos i thyeni betimet pasi i keni bërë e përforcuar ato, dhe Allahun e keni marrë si dëshmues mbi ju. Vërtet, Allahu di gjithçka që bëni ju. Mos u bëni në çështjet e besimit si ajo që e prish endjen e saj pasi e ka thurur fort. Dhe mos i përdorni betimet tuaja për dredhim mes jush për shkak se një grup është më i madh e më i pushtetshëm se tjetri. Allahu ju ka sprovuar me këtë, dhe në ditën e gjykimit ai do t'ju njoftojë për çdo gjë rreth së cilës kundërshtoheshit. Sikur të kishte dashur, Allahu do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai e lë të humbur atë që do dhe udhëzon atë që do. Pa dyshim, ju do të përgjigjeni për atë që keni bërë. Mos i përdorni betimet tuaja për të bërë dredhimes jush, e kështu t'ju rrëshqasin këmbën nga rruga e drejtë pas forcimit në të. Kështu ju do të përjetoni në këtë jetë të keqen e merituar për pengimin e njerëzve nga rruga e Allahut, dhe në ahiret do të keni një dënim të madh. Mos e shitni besën që i keni dhënë Allahut për një vlerë të paktë. Ajo që ju pret tek Allahu është shumë më dobishme për ju nëse e dini. Ajo që e keni pranë vetes është e përkohshme, kurse ajo që është tek Allahu është e përjetshme. Ne do t'u japim durimtarve shpërblimin më të mirë për atë që bën. Kujtdo që bën një vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'i japim shpërblimin më të mirë për veprat e mira. Kur të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër sherrit shejtanit mallkuar. Vërtet, ai, shejtani, nuk ka kurfar fuqie kundër atyre që besuan dhe që vetëm Zoti të tyre i janë mbështetur. Ai mund të kontrollojë vetëm ata që e përkrahin atë dhe ata që për shkak të tij bëhen idhujtar. Kur ne zvendësojmë një ajet me një tjetër, e Allahu di më së miri se çfarë shpall, ata thonë: Ti, Muhammed, je vetëse një trillues. Jo, por shumica e tyre nuk din. Thuaj, atë, Kur'anin, e solli Ruhul Kudus, shpirti i shenjtë, Gjibrili, plot vërtetësi nga Zoti yt për t'i përforcuar ata që besuan dhe për të qenë udhërëfyes e përgëzim për muslimanët. Ne e dim shumë mirë se ata thonë: Atë, Muhammedin, është duke mësuar një njeri. Mirë po, gjuha e tij për të cilin aludojnë ata është jo arabe, dhe kjo e Kuranit është një gjuhë arabe e stilit lartë të qartë. S'ka dyshim se ata që nuk i besojnë ajetet e Allahut, nuk ka për t'i udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë dhe ata do të kenë një dënim të dhëmshëm. Gënjeshtra trillojnë vetëm ata që nuk besojnë në argumentet e Allahut, dhe pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtet.
Ai që e mohon Allahun pasi ka besuar në të, përveç atij që dhunohet për të mohuar, e zemra e tij është e bindur plotësisht në besim, dhe ja hap gjoksin mosbesimit, mbi të do të bjerë zemërimi i Allahut dhe do të ketë një dënim të madh. Këtë dënim të madh e merituan sepse ata e deshën më shumë jetën e kësaj bote se sa jetën e botës tjetër, dhe Allahu nuk i udhëzon në udhën e drejtë njerëzit që e refuzojnë besimin e vërtet. Këta janë ata të cilëve Allahu u avullosi zemrën, të dëgjuarit dhe të parët, dhe këta janë të shkujdesurit nga e vërteta. Është e vërtetë se në botën tjetër ata janë më të humburit. Zoti yt është falës i madh dhe mëshirëplot për gjithë ata, të cilët pasi u sprovuan besimin e tyre, mërguan për hir të tij dhe më pas luftuan dhe qëndruan të palkundur në besimin e drejtë. Ditën kur çdo njeri do të vijë i vetëm e do të polemizojë për të mbrojtur vetveten, çdo kush do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bërë dhe nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Allahu sjell si shembull një vendbanim që është i sigurt dhe i qetë, të cilit i vinte riskun nga të gjitha anët me mbushulli, kurse ata, banorët, i mohuan të mirat e Allahut. Atëherë, Allahu, për shkak të sjelljes së tyre, u aveshi petkun e urisë dhe të frikës. Atyre u pati ardhur i dërguari nga mesi i tyre dhe e përgënjeshtruan atë. Ata i përpiu dënimi sepse ishin keqbërës. Hani nga të mirët që ju ka dhënë Allahu, të lejuara e të pastra. E jini mirënjohës për mirësitë e Allahut, nëse jeni adhurues të sinqertë të tij. Ai ju andaloi vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që nuk therret në emër të Allahut. Por kush detyrohet i haj pa bërë padrejtësi e pa e tepruar në ngrënie, Allahu është falës i madh, mëshirëplot. Mos thoni me gjuhët tuaja mashtruese, kjo është halal e kjo është haram, e të shpifni gënjeshtra kundër Allahut. Vërtet, ata që shpifin gënjeshtra kundër Allahut nuk kanë shpëtim. Ata do të kenë një përjetim të vogël në këtë jetë, por do të kenë një dënim të dhemshëm. Judejve u patëm ndaluar atë që të kemi treguar më parë. Ne nuk u bëm atyre asnjë padrejtësi, por ata i patën bërë padrejtësi vetvetes. Zoti yt është falës i madh dhe mëshirëplot për gjithë ata të cilët nga padituria bëjnë punë të këqija e pastaj pendohen dhe përmirësohen duke bërë punë të mirë. Vërtet, Ibrahimi ishte shembulli i së mirës, adhuruesi i Allahut, besimtari drejt, monoteist dhe nuk ka qenë kur nga i dhujtarët. Ai ishte mirënjohës për të mirat e tij, të Allahut. Allahu e dalloi atë si profet dhe udhëzoi në rrugën e drejtë. Ne e bekuam atë me shumë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër ai është me më të mirët. Prandaj, ne të shpallëm ty, ndiqe fenë e drejtë e Ibrahimit, ai nuk ka qenë kur prej dhujtarëve. Rregulli i së shtunës, sabatit, ju bë detyrë vetëm atyre që ranë në kundërshtim. Zoti yt do t'i ndëshkojë ata në ditën e gjykimit për çështjet që ata kundërshtoheshin. Thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata kundërshtarët me mënyrën më të mirë. Zoti yt e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij dhe për të udhëzuarit. Nëse zgjidhni të ndëshkoni sipas ligjit, atëherë bëjeni pona të madh sa jeni dëmtuar ju. E nëse duroni dhe falni, padyshim që kjo është më e mira për durimtarët. Bëj durim dhe durimi yt të jetë vetëm për hir të Allahut.
Mos u piklo për ata, e as mos u brengos për dredhit e tyre. Allahu është me ata që janë të devotshëm, që ruhen prej të këqijave, dhe me ata që janë bamirës.